Atëherë, mirë dita të gjithëve, jam me të vërtet shumë e kënaqur. Në radhë të parë jam e kënaqur që mikpres në Rom, mikun tim, kryeministrin Edi Rama, ministrat e tij, të shumt në numër, ministra që erdhën këtu për samitin e parë ndërqeveritar Shqipëri-Itali, një ditë që për marrëdhëniet tona dypalshe, për marrëdhëniet tona mund të quhet historike. Jo vetëm për faktin se është hera e parë që qeveritë tona takohen në një format të këtij lloji, por edhe për atë që ju sapo ishit dëshmitar, pra për sasinë dhe cilësinë e marrëveshjeve dypalshe, teknike dhe qeveritare të cilat u nënshkruan. Është e qartë, ne e dim që marrëdhëniet mes Italisë dhe Shqipërisë janë marrëdhënie që, le ta themi, i kanë rrënjët shumë thellë. Kanë qenë gjithmonë marrëdhënie të tilla konstante të vazhduara që shkojnë përtej interesave reciprok. Ne, le të thuash që kemi qenë të gjithë paksa të mallëngjyer nga kalimi i asamblesë son plenare me të paktën 20 ministra, të cilët morën fjalën të gjithë duke folur në mënyrë ekskluzive në italisht dhe pa pasur praninë e përkthimit. Mendoni se sa tregon kjo gjë, se sa Italia ka qenë dhe është një pikë referimi për Shqipërinë. Ajo çka ne duam të bëjmë me këtë ditë është që këtë marrëdhënie të jashtëzakonshme mes kombeve vendeve tona ta shndrojmë në një mësim, në një thesar për ta fuqizuar edhe më shumë këtë marrëdhënie. Është e qartë që Italia është partneri i parë tregtar i Shqipërisë, janë mbi 3000 kompanitë italiane të cilat punojnë në Shqipëri dhe ideja jon, qëllimi i ynë është që të japim më shumë thellësi, duke i krijuar, vendosur marrëdhëniet tona në një plan më të thellë, duke vendosur dhe thelluar këto marrëdhënie edhe fal Cassa Depositi e Prestiti, fal Simes, dhe për këtë falenderoj administratorët e deleguar të tyre. Edhe për këtë, me kryeministrin Rama, që tani kemi caktuar, kemi lënë një tjetër takim, një tjetër objektiv, atë të vendosjes dhe krijimit të një forumi ku do të përfaqësohen shoqëri ndërmarrje që përfaqësojnë sistemin prodhues brenda 6 muajve të parë nga sot. Kemi përcaktuar drejtimet ku do të vijojë bashkëpunimi ynë në sektor si energjia, transporti, duke u përqendruar sidomos në veçanti te korridori 8, ai damar, ajo rrugë e cila vjen nga Pulja duke kaluar në Shqipëri dhe duke vazhduar mëtej drejt Maqedonisë dhe Bullgarisë. Sigurisht, përafrimi i brigjeve të Adriatikut dhe shndërrimi i Adriatikut në një korridor strategjik vë në dispozicion të gjithëve infrastrukturat ekonomike, logjistike, energjetike që janë të pranishme në jugun e Italisë dhe bëjnë që jugu i Italisë të jetë një hub shumë i rëndësishëm për këtë zonë. Kjo do të thotë të sigurosh më shumë mirëqenie, zhvillim, jo vetëm për Italinë, jo vetëm për Shqipërinë, por dhe për mbar Evropën në tërësinë e saj. Dhe sa i takon sigurisë, fokusi po kaq marrëdhënieve dhe marrëveshjeve të rëndësishme që do ta fuqizojnë, siç e dëgjuat më parë, luftën kundër trafikut të drogës apo sigurisë kibernetike, janë hallka shumë të rëndësishme që kalon nga një vizion ai të përballuarit së bashku të fenomenit të migracionit, gjë të cilët e kemi diskutuar gjatë me kryeministrin Rama, për protokollin ton me Shqipërinë, për të cilin unë edhe një herë do doja të falenderoja kryeministrin dhe qeverinë e tij, por dhe gjithë popullin shqiptar, pasi ajo që u tregua në aktin e nënshkrimit të këtij protokolli është fakti që Shqipëria sillet tashmë si një vend antar i Bashkimit Evropian dhe që vetëm me solidaritetin ndaj vendeve me të cilët bashkëpunon mund të shihet. Unë kam gjykuar dhe vazhdoj të gjykoj që protokolli që ne kemi nënshkruar është një marrëveshje me frymën të thellë evropiane, sepse vëtheksin tek fakti që fenomeni migrator është një fenomen mbar evropian dhe
vetëm fal bashkëpunimit ndër shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por dhe mes kësaj të fundit dhe vendeve të tjera jashtë Bashkimit Evropian. Një protokoll i cili vë theksin në një protokoll novator që ka ngjallur interesin dhe shumë vendeve të tjera, siç dihet, sigurisht, jo të gjithë arritën ta kuptonin vlefshmërinë e këtij modeli. Shumë ishin ata që punuan fort për ta frenuar apo bllokuar atë, por ne jemi të vendosur të vazhdojmë përpara mëtej sepse sipas nesh ky mekanizëm ka potencialin e ndryshimit të asaj që quam paradigma e flukseve migratore. Por ky është vetëm një nga shumë shembujt që ne mund të sjellim për sa është tashmë i pjekur dialogu mes nesh. Dhe se sa Italia dhe Shqipëria edhe në arenat ndërkombëtare vazhdojnë të kenë një vizion të përbashkët. Dhe kjo më shpije në çështjen tjetër shumë të rëndësishme që ka qenë pjesë, objekt i bisedimeve tona dhe vazhdon të jetë, pasi pas pak ditësh do të hapet kapitulli i fundit për antarësimin, pra për negociatat për antarësimin e Shqipërisë në BE, një kapitull teknik, sigurisht kjo është shumë e rëndësishme. Dua të them që do të ishte një arsye për të qenë vërtet shumë të kënaqur që të mund t'i hapim negociatat politike pikërisht me rastin e marrjes së kryesisë nga ana e Italisë të Bashkimit Evropian, që siç e dini do të ndodhë në 6 mujorin e parë të vitit 2028. Do të ishte, si të thuash, diçka kaq e natyrshme për gjithë sa kemi bërë së bashku gjatë gjithë këtyre viteve. Ju e dini që Italia ka lançuar nisma të ndryshme, siç është nisma e Ministrisë Punëve të Jashtme, falenderoj ministrin Tajani, miq të Ballkanit Perëndimor, të vendeve të Ballkanit Perëndimor, pra kemi qenë mbështetës të parë të antarësimit të tyre. Ne vazhdojmë të themi që ky nuk është aq një zgjerim i Europës, por një ribashkim i saj. Nuk jemi ne ata që e vendosim se kush është evropian dhe kush jo. Dhe Shqipëria sigurisht është një vend, një komb evropian. Ajo çka na takon ne është ta ndihim këtë proces në mënyrën më serioze dhe nëse është e mundur më të shpejt të mundshme, sepse dhe kjo është në interesin ton. Ne folëm për shumë çështje, pothuaj të gjitha këto çështje janë pjesë e bashkëpunimit dypalësh. Edhe sot folëm për çështje që i takon politikës së jashtme, çështje që mbeten të hapura. Thelluam më tej zhvillimet e arritura në dosje praktika ndërkombëtare, përfshirë këtu çështjen e gazës apo luftën në Ukrainë. Dhe me të vërtet kjo është vetëm një nga fazat e shumta të një bashkëpunimi që nis nga një miqësi që është e largët në kohë, por do të mbërrijë në një lloj bashkëpunimi që është më sistemik e që përmban edhe integrimin e ekonomive tona, edhe përfshirjen e zinxhirëve ekonomik të përbashkët. Janë marrëveshje dhe mirëkuptime që kanë të bëjnë me sektor të ndryshëm, nga siguria tek financat, dhe vullneti është ai të vepruarit në një mënyrë gjithnjë e më të strukturuar. E pra, do të doja të falenderoja në radhë të parë kryeministrin Rama, por dua të falenderoj edhe ministrët, ambasadorët dhe të gjitha stafet që kanë punuar për këtë ditë, që siç e thash, është një ditë historike që hap një fazë tërësisht të re në marrëdhëniet tona dypalshe. Të lutem Edi.